tokë dhe këtë shtet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe ju të tjere të cilin të jeni bashkë me ne, këta përfaqësues të medjave dhe organet e sigurimit dhe të tjerë të cilët na shoqërojnë në këto momente të mëdha historike për kombin dhe shtetin ton, edhe juve selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi Zotit qoftë mbi ju të gjithë. E shifni se sa i mshirë shumë dhe i madhë është Allahu, se si ne freskon në mesin e ditës në temperaturën më të lartë. Kjo është Zotit. Në një jemi orëm të Zotit në tokë tina. Lëzër muslimon, me shekuj, është luftuar identiteti fetar dhe kombëtar në këtë toka. Me shekuj, armiqet e jashtëm dhe të brendshëm kanë bërqmas që ta spastrojnë këtë tokë nga shqipfaksit, shqiptarët dhe nga ata të cilët thënë la ilahe illallah. Përpjekjet e tyre kanë dështuar, edhe përpjekjet e partisë komuniste kanë dështuar, edhe asaj enveriste atje, edhe kësaj titiste këtu kanë dështuar, njëherë dhe për gjithmonë. Ata të cilët mendojnë se do ta kthejnë një Kosovë në atë enveriste dhe ateiste, ata janë të shekuj mrapa ende, ata janë fjetë, nuk e shofin realitetin dhe nuk jetojnë me realitet, ata janë shumë largë botës e civilizuar dhe asaj demokratike, ata nuk e kanë të qartë konceptin këmbë, konceptin liri, konceptin shtet, konceptin pasi, ata atyre ka nevojë njëmë sfinguar konceptin këmbë dhe konceptin shtet dhe konceptin fe dhe liri dhe atëve dhe kështu me radhë. Në këtë kuvendin tonë të që e kemi ofër, e që është mezhlisi i popullatës i kombit tonë, në mënyrën më të vrashë dhe më të randë, është fyer identiteti i 5 milione më shumë shqiptarve anëm banë ljupit. Këta njerëz me vetdijet plot na kanë fyer mënyrën më të vrashë, identitetin tonë fetar, e kanë fyer atë çka është mbjellur dhe është kultivuar që 500 vite në këtë tokë. Takbir! Të ndëruar vëllezër, për hir të vërtetës duhet të sharojmë atyre e jetë ju mbajmë ligjërata juve se t'jesh muslimon, nuk do të thot t'jesh kundër kombit, po edhe ta duash kombin, nuk do të thot t'jesh kundër fes. Ata duhet ta dinë këtë çështje, se muslimon i mirë do të thot adhëtar i mirë, dhe kombëtar i mirë, dhe politikan i mirë, dhe polic i mirë, dhe ekonomist i mirë, dhe gazetar i mirë, dhe bujk i mirë, dhe mësus i mirë, dhe njeri i mirë, dhe intelektual i mirë, i sinqert dhe të shtu me radhë, do të thot t'jesh muslimon i mirë, t'jesh i dobishëm për vendin tënë, për atëveun tënë, për kombin tënë, për shtetin tënë, për të gjithë ata të cilët kanë kontribuojnë, për edhe ata qka s'kanë kontribuar, për vazhdojnë të jetojnë në vendin tonë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju dashamir të lirisë, parlamentarët tonë e kanë shkelur gjokin e
dëshmorëve, ata familjet e dëshmorëve, në ditën e Bajramit, u kanë mush sofrat e tyre me halum. Ata banor, qytetar, familjet e dëshmorëve, i kanë la sofrat e tyre me gjak, me lak, në ditën e gëzimit. Kështu a kanë kthye të mirën të cilën e kanë dhënë bijtë e tyre dhe prindit e tyre dhe familjarët e tyre për këtë tokë, për këtë vatan dhe për këtë liri. Letë në thojnë ata njeme, qka është koncept i liri? A është liri vetëm të flasësh gjuhën shqipe dhe të shkruash gjuhën shqipe, apo koncept i liri është shumë maj malë se sa kaq. Koncept i liri dhe të thët liri politike, liri ekonomike, liri në lëvizje, liri të fes, liri të arsimit dhe në kështu me radhë. Liri është shumë anshme e këtë vendin ton, ata të cilët falë gjakut atyre që kanë derdhë për këtë vend, vinë këto, këtë parlament dhe fyej gjakin e tyre dhe shkelin liri për të cilën kanë luftuar dhe kanë dhënë jetën ata burra të mëdhenj. Ky popull, ato nana muslimane shqiptare, të cilat e lindën a Zëmbejtën, e Hasan Prishtinën, e Adem me Hamz Jasharin, e deri të Emir Prizreni, e Ismail Qemajli, dhe me cindra mira të tjerë, ato nana kanë qenë me identitet fetar dhe bijtë të tyre e kanë dhënë jetën për fe dhe për akthje. Takbir! Dërsa me do këta, sot të cilët me gjakun e tyre kanë arritur me hip pushtet dhe me shkelur identitetin e 5 milion shqiptarëve, onë mban botës, kjo është e padurueshme dhe papërballueshme, kjo është e rënd, kjo është e vrasht. Tekbir! Tekbir! Nuk është çështja e mos palimit të amendamentit të besimit apo edukatës fetare, do një problem i rënd për neve, sepse feja do të vazhdon të mësohet, do të vazhdon të studiohet. Feja e Allahut nuk ka kush këtë dunia që e ndala musliman. Feja e Allahut që e kanë të të botës, kë islam respektohet dhe çmohet dhe vlerësohet nga të botës, nga Kanadoja e Shqipërisë, dhe deri në Afrikën Jugore, dhe deri në Australi, dhe në Zelandën e Re, ka të botës respektohet identiteti fetar dhe shihen parasysh dhe ki janë merren parasysh djelja e asaj popullate që i përfaqëson çaja parti, çaja qeveri apo çaj kuvend përpos në Kosovën tonë, të cilën synojnë, ta ndërtojnë, ta ngrisin dhe të jemi shembull për të tjerë. E mjerisht, ne jemi shembull se si shkelen të drejtat e atyre që i kanë dhënë bijtë e tyre, i kanë dhënë vllatë e tyre, i kanë dhënë prindë e tyre dhe sa të shkelen të drejtat e tyre në Kosovën tonë. Dhe motra ju qytetarë, qështja cila na prek numër një, është fyrja identitetit kombit, fyrja identitetit muslimanëve. Numër 2, qështja shamis, është një fundament, është një bazë fes, në të cilën për nga ana fetare, kur anore, nuk kemi të drejt në asë një mënyrë të bëjmë kompromis në asken. Tekbir! 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 Andaj, për asë qështja shamis, këtu, e thrasë edhe një herë kryeministrin, në amen t'ju,
namë të atyre 5 milion musliman shqiptar që të arreshtyrtoj sepse ajo ka ndonë me ministrin e vetë udhëzimin administrativ e mas të vazhdan edhe me tej me në fyrë kërkoj gjithashtu kërkoj namin t'ju dhe namin të gjithë muslimanve kërkoj nga presidentja Kosovës i cili është organi më i lartë i cili vendos dhe në shkrimi tina është funda për isaj që mas të afirmos, mas të nënshkruan atë ligj të cilën e ka miratuar parlamenti në mënyrën më të turpshme që ka mundësi të bëjnë të një parlament të njerë. Dhe ne asaj i premtojmë një sëshmi, se do të ketë neve krahë të gjatë të gjithve nësa ajo e bon këtë vepër humane dhe njerëzore dhe shtetërore dhe kombëtare dhe fetare dhe morale. Kërkoj nga të gjithë musliman që thojnë la ilahe illallah që partitë që një brezat të cilat i kanë të partive politike veçanti të atyre partive të cilat janë deklaruar dhe kanë qitur vlerë dhe kanë vjellur kundër juve u kanë fyërën që një brezat e tyne të shkyni dhe të hodni që të punani kundër tyre që mos të mërni pjesë të bimet e tyre që mos të përkrahni ata veçanti ata që janë në aksion apo ata të cilët kanë qenë aktiv gjatë fushatës për partitë të ndryshme politike, ja, se si atë fyen juve dhe kombit dhe popullit, atë mirë që keni bëju për ta. Mbledhemi men dhe të ndeshkojnë ata të cilët janë sjellur me neve në mënyrën më të vrashë dhe mënyrën më të poshtër të mundshme, sepse prej parlamentarëve ka të cilët e kanë quajtur monument historik atë vendim i cili është marrë e ne po themi po do t'jetë monument historik mbane men ka me qenë monument historik nuk kam javë harrua historia atë poshtërsi dhe atë idiotizm dhe atë hap anti-shtetëror dhe anti-shoqëror dhe anti-kombëtar që keni marrë nuk do t'ja harron edhe pas vdekjes ju edhe sa t'jeni gjallë ju historia do t'ju mbanë men si armiq të kombit dhe të fesë dhe të atdheu dhe të shtetit dhe të atyre që a keni dhënë votat e nëmrojnë moment historik edhe ne për nëmrojnë moment historik ne jemi rabë Zotit kërtë Allahu ne nuk kemi ka shkojnë prej Kosovës tonë a i cili me ndonë se ka mundësi me nënru identitetin tonë le të fshin dur të ka gabim aja pun ka marrë fund aja pun ka marrë fund o musliman ka marrë fund la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Allah ju shpërbleft e ju nderof dhe të amën gjenet ju qof e atje ju dhëzof edhe në pisa ta najsilët ja Rabbel Alemin e Allahu i të shkof e me kërrika dhe në tok i qitë ja Rabbel Alemin e mos i kësofshin atë kërrika që i kanë Allah me i pruf pak mirë se ata Rabbel Alemin që punoj për kam dhe për fe e për atë dhe e për shtet e për të mirat e këti qyteti, dhe këti shteti, dhe këti populli, dhe këti kombi, Allah i ndërof, e faleminderit shumë, edhe për sabër, edhe për durim, edhe për eranit, edhe për qëtësin, edhe për edukatën, dhe kulturën, të cilët tregoni, dhe gjithmonë muslimanët, duhet jenë në një të lidhun me Allahun e në qilë, pastaj t'jene në mitë mirë, edhe me njës, tregojnë se Islami në sjell dhe në urdhëron dhe në nëzit, t'jemi të kulturuar dhe të edukuar dhe t'jemi ernek dhe moster për të tjerë, nuk ka arrogancë në Islam, nuk ka dhunë në Islam ka paq, në Islam ka mirësi, në Islam ka mëshirë, në Islam ka solidaritet dhe tolerancë. Allah ju nderof. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام
السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام.